shqiptarët i bohën bashkë vetëm kur të luft futbolli edhe kur dalin në për fushata zgjedhore. Normal sporti ndikon edhe në shëndetin mendor është pozitiv në gjitha aspektet, edhe tash është ajo farë po filloj ka kampionati, nuk harron, po pak anashkalon, i lojnë pak si me njonë, si politikat, si jetën, stresin e përdit shumë të punës, të jetës që e ka njerëzit, këtë ko që ka ardhë një farë jetë shumë dinamike të në këtu në Kosovë, po gjithë kodë së është vishë në Kosovë, por ndikon pozitivisht, normal, lojat, se edhe kolegja tha, të fillojnë bashkëpunimet, socializimin, shoqëri, mbledhen, edhe një që ka është të nash tash popullin tonë, për thëmë në atë mendimin të më japë, që shqiptarët i bohën bashkë vetëm kur të luft futbolli edhe kur dalin në për fushata zgjedhore. Po thua? Po. Qatëherë mbledhen, bohën bashkë edhe e tregojnë ato farë Ama ndoshta dalimi mundet me qenë që... shkëmbimin e idejave që i kanë, po sporti apet është pak ma ndryshë se me pozitivitet e tha dhe kolegu mirët, a pak politik po është pak ma ngarku me ma po ka dhe përqarje. Po si të qofë po thu që dhe politika dhe sporti nga bashkojnë neve shqiptarve. Po, shqiptarë në përgjithësi, tash në bazë... Interesi, thjesht. Po, gjithë shka është... Nuk ka punë të interes, po është edhe po, vullnetare është edhe të sportin.